Miq të Medias Ngjallja, vazhdojmë me porositë që Perëndia i dha Mojsiut në malin Sina. Sot do të flasim për porosinë e 8, mos vidh. Si gjithmonë në emisionin ton, tema katekizmi, kemi teologun e kishës son zotin Dimitër Qosja, njëherësh edhe pedagog në Akademinë Teologjike. Dimitër, porosia e 8 thot mos vidh. Në fakt, vjedhja është një fenomen po ka që vjetër me njeriu, por sigurisht është një fenomen që është shumë infeksuar në ditët e sotme në mbarë shoqërinë. Cili është zëri i kishës në lidhje me këtë dukuri? Për të përgjigjur pyetjes tuaj në lidhje me zërin e kishës, duhet të kuptojmë që kisha vazhdimisht është e qëndrueshme dhe e pandryshueshme në mësimin e saj. Për sa i takon porosive, sepse të gjitha porositë e dhëna nga Perëndia Mojsiut janë të lidhura ngushtësisht njëra me tjetrën, siç e kemi parë deri tani. Kështu që në këtë kuadër vjen edhe kjo porosi. Pra, thjesht porosia mos vidh nuk është thjesht një porosi që kërkon të na parandaloj ose të ndaloj drejt për së drejti me shkeljen e një rregulli moral, por është një porosi që prek drejt për së drejti, cënon drejt për së drejti imazhin e vet njeriut i cili mbart ikonën e Zotit. Sepse kjo porosi shkel pikërisht këtë raportin e njeriut me njeriun, por edhe njeriut me vet Zotin. Sepse duke thënë mos vidh kërkon që njeriu të respektoj njeriun, mos e shikoj njeriun si një objekt, por si një person i cili edhe ai ka të drejtën e ikonës së Zotit, të integritetit të tij, të barazisë tek Zoti. Pra do thonim që kjo porosi cënon në raportin e njeriut me Zotin, por pra nga ana vertikale, por edhe e njeriut me njeriun pra nga ana horizontale. Kështu që nuk është thjesht një shkelje morale, nuk është thjesht një shkelje shoqërore, nuk është thjesht një shkelje një ligji, por është një cënim i rënd i vet raportit i cili prish pra raportin e vet njeriut me Zotin, por edhe njeriut me njeriun. Kështu ne kuptojmë që kjo porosi nuk ka thjesht vetëm kuptimin e një parandalimi apo një ndalese, por ka kuptimin e një ndërgjegjësimi të vet njeriut, ka kuptimin e një edukimi dhe formimi të plot të njeriut si ikona e Perëndisë, i cili është krijuar për këtë raport të drejtë të meritës me Zotin, por edhe me njëri tjetrin. Shkrimi i shenjtë, këndvështrimi biblik, në shumë raste trajton çështjen e vjedhjes në disa aspekte. Vjedhja nuk kuptohet vetëm si një akt i marrjes së asaj që nuk të takon nga ana fizike, por është shumë më i thellë, është edhe, themi, një prekje edhe ndoshta e anës shpirtërore, dhe kështu duhet të kuptojmë dimensionin shpirtëror e kësaj porosie, për të kuptuar realitetin ku ndodhet gjithë shoqëria dhe themi pse është kaq i përhapur si fenomen, pse shoqëria vuan nga vjedhjet e një pas njëshme, edhe ku themi është realiteti kaq i hidhur dhe i trishtueshëm në kohën kur jetojmë ne. Pra, duke qenë një problem i një dimensioni të rënd shoqëror, së pari do thonim është një krizë vet e identitetit ton shpirtëror, raportit ton me Zotin dhe raportit ton me njëri tjetrin. Pasojat e vjedhjes janë të rënda në shoqërinë e sotme. Prandaj edhe kisha me zërin e saj vjen gjithmonë që t'i japi atë zërin e kthjellët, atë zërin edhe njerë siç Perëndia ja dha Mojsiut, pra për të rregulluar raportin e njeriut me Zotin, por edhe njeriut me njeriun. Sepse kjo shkelje e porosisë
pra e cënon si në aspektin shoqëror, pra raportet njerëzore të shoqërisë, por dhe raportet, themi, të shoqërisë me atë që është pasuri e përbashkët, por në thelb cënon dhe vetë integritetin e njeriut, pra është një lloj sëmundje e vetë njeriut, cënon vetë shpirtin e njeriut, por edhe shëndetin e vetë njeriut përsëri. Ndoshta pikërisht kisha me zërin e saj kërkon që ta qartësoj, sepse dëshiron të shpëtohet njeriu me shpirt dhe me trup. Kështu që ky vest, kjo sëmundje, themi, ose kjo shkelje është një plagë e rëndë që cënon njeriun në tërë qenien e tij, prek vetë qenien e tij. Prandaj është dhe shumë e rëndësishme, prandaj dhe vjen në kuadrin e 10 porosive të dhëna Mojsiut. Prandaj dhe Zoti patjetër, domethënë që e njeh realitetin, dobësinë e njeriut dhe prandaj e ka vendosur brenda 10 porosive të tij si një ndër porositë e rëndësishme që rregullon këtë raport pra të njeriut me Zotin dhe të njeriut me njeriu. Juve që pari ju referuat dhjatës së vjetër, se çfarë thot dhjata e vjetër për mëkatin e vjedhjes. Por dhjata e re, a e përmend këtë dobësi, këtë rënje të njeriut? Sigurisht, jo vetëm dhjata e vjetër, në shumë raste që flet për këtë gjë dhe profetët gjithashtu flasin, por dhe vetë dhjata e re gjithashtu. Ne dim që interpretuesi më i mirë i ligjit të Mojsiut është vetë Krishti. Në predikimin në mal që i referohet porosive të Mojsiut, duke depërtuar thellë në konceptin, themi, e vetë ligjit, për t'i parë këto që të gjitha këto, nëse të referohemi shkelje ose mëkat, kanë të bëjnë me shpirtin e vetë njeriut, me vetë zemrën e njeriut. Më konkretisht do thonim dhjata e re, për shembull, në Ungjillin sipas Markut, që është Ungjilli sipas asaj që na vjen që më i vjetër i shkruari, Krishti flet shumë qartë që nga përbrenda zemrës burojnë, thot, mëkatet ose këto akte të rënda, duke përfshirë pra, domethënë, vjedhjen, lakmit 7, 20, 21, i referohet këtyre mëkateve që kanë të bëjnë, pra vjedhja ka të bëjë patjetër edhe me lakmin e njeriut, dhe gjitha këto thot vinë nga përbrendësia e zemrës tuaj. Pra Krishti flet qartazi, ne duhet shikojmë zemrën tonë, si e përgatitim atë, ajo është vendi i takimit realisht ku takohet njeriu me Zotin, dhe Zoti ku vjen të banojë tek njeriu. Prandaj thashëm tek pyetja juaj që ka të bëjë kjo me përgatitjen tonë, me krizën tonë shpirtërore. Do duhet të përgatisim zemrën tonë për të qenë ajo një zemër e pastër, larg jo vetëm thjesht vjedhjes, por dëshirës për të marrë pasurinë e tjetrit, për të sekuestruar atë që nuk të takon, për të përvetësuar atë që nuk është e jotja. Dhe në shumë raste të tjera këshillon vetë Zoti, por edhe mësimet e apostujve gjithashtu flasin haptas për këtë fenomen, edhe për këtë mëkat apo këtë shkelje pra të vjedhjes. Prandaj kisha me zërin e saj kërkon të ndërgjegjësoj besimtarin, kërkon të ndërgjegjësoj shoqërinë, kërkon të ndërgjegjësoj gjithë realitetin shoqëror, që ky mëkat i rënd cënon vetë njeriun, cënon vetë shoqërinë, cënon vetë kombin. Nga ana tjetër, Zoti na mëson që ne duhet të jemi njerëz të cilët duhet t'i japim, ashtu siç thot Apostull Pavli, pra dhe jo vetëm Apostull Pavli, por edhe te veprat e apostujve që e shohim qartazi këtë gjë që njeriu ndjen një gëzim më të madh kur ai jep se sa kur merr. Dhe Zoti na do njerëz të gëzimit të plot. Prandaj kur ne japim jemi më të plot, dhe në këtë këndvështrim e përgatit gjithë kisha me formimin e saj, me zërin e saj, me ndërgjegjen e saj për ta bërë njeriu më të plot, që njeriu të japi dhe të ketë këtë mentalitet dhënës në ata që kanë nevojë, në ata që duan vërtet nga nevoja, dhe kështu që duke dhënë
ne jemi më të plot dhe jemi më të gëzuar. Si e ndihmon kisha një person që vjedhjen e ka ves, pra vazhdimisht bie në mëkatin e vjedhjes? Si e ndihmon kisha pikërisht këtë person që ai të bëjë një jetë të re me ndershmëri, me duar të pastra? Kisha me tërë mësimdhënien e saj është përpjekur vazhdimisht që të kultivojë tek njerëzit një kulturë ndershmërie, një kulturë pune, një kulturë që të prodhojë njeriu, të jetë gjithmonë i predisponueshëm, i gatshëm për të ofruar përmes punës së tij, të duarve të tij, përmes lutjes edhe nga ana tjetër, duke i kultivuar këto të dyja në gjithë historinë e saj, në mësimdhënien e saj, është përpjekur që njeriu ta mbajë në këtë dimension të dhënjes, të japi njeriu. Sigurisht vesi i vjedhjes është një ves i rënd, siç theksuam dhe pasojat e tij, të cilët çfarë ato kanë si rrjedhoj. Por për të gjithë ata të cilët kanë rënë në këtë mëkat, kisha është përpjekur vazhdimisht që përmes jetës së saj, mistereve të saj, që të jo vetëm thjesht të këshilloj, por edhe të formoj, të riformohet përsëri një karakter i gatshëm për të kuptuar për këtë realitet të dhimbshëm nga njëra anë dhe për të nisur këtë jetë të re, të një raporti të ri me Zotin dhe me tjerët. Këtu na vijnë në ndihmë shembujt e ndryshëm që na sjell vetë edhe shkrimi i shenjtë. Le të kujtojmë rastin e vetë Zakeut, i cili në takimin e tij me Zotin, kur kuptoi për atë çfarë ai kishte përvetësuar në mënyrë të padrejtë, ai vendosi që të jepte gjysmën e pasurisë së tij dhe të jepte pra 4 fish andaj atyre që kishin bërë padrejtësi. Kjo është një shembull që vjen nga vetë shkrimi i shenjtë, nga takimi kur tjetri o takoi realisht Zotin, dhe për këtë ndërgjegjësim të tij dhe për këtë shembull konkret pendimi që ai bëri. Nga ana tjetër, vetë apostol Pavli, për shembull Efesianët 4:28 këshillon kaq haptas, ai që ka vjedhur deri tani, thotë të mos vjedhi, por të punoj. Pra duke përmendur të gjitha këto dhe shumë shembuj të tjerë, nga dhjata e re dhe nga dhjata e vjetër që kemi plot të raste të tilla. Pra me anë të këtyre shembujve, kisha nxit dhe mëson dhe korrigjon të gjithë ata që kanë rënë në këtë mëkat që është mëkati i rënd, pra mëkati i vjedhjes, mëkati i korrupsionit, që është një plagë e rëndë për shoqërinë tonë. Pra përmes të gjitha këtyre shembujve, përmes mistereve të vetë kishës, kisha kërkon të risjelli edhe një herë shërimin e plot të njeriu, të personit që është në këtë mëkat, por edhe të ndërgjegjësoj për rëndësinë që ka vendosja e tij në këtë komunitet, me mbështetjen e tij shpirtërore, me mbështetjen psikologjike gjithashtu, sepse ka nevojë për një lloj mbështetje personi i cili ka rënë dhe jo thjesht për një gjykim apo për një dënim. Kështu që kisha me këtë formë vjen dhe ndihmon të gjithë personat e ndryshëm, të cilët e kanë të domosdoshme tashmë që të bëjnë një jetë të re, një jetë të plotë, atë që kërkon Zoti, sepse kërkon shpëtimin real të personit, interesohet drejt për së drejti, sepse ky mëkat pra është i rënd për vetë shpirtin e personit i cili ka rënë në këtë mëkat, patjetër dhe për gjithë shoqërinë, sepse ka cënuar dhe një pronë të përbashkët, atë që i takon. Kisha kërkon të ndërgjegjësoj komunitetin gjithashtu. Nga gjithë statistikat e ndryshme apo nga analizat që janë bërë, është kuptuar që në komunitetet fetare dhe në njerëzit vërtet të besimit, kemi një nivel tjetër të punës, themi, të ndershmërisë, të pastërtisë. Kjo tregon për rolin që kisha ka dhe që ndihmon dhe që kontribon dhe të cilët mund të japin dhe mund të ofrojnë shoqërisë. Prandaj le ta shikojmë
me shumë vëmendje punën e kishës, misionin e saj, për të ndërgjegjësuar në lidhje me këto fenomene negative të shoqërisë së sotme, për të kultivuar një jetë shpirtërore, për të thënë për të qëndruar larg fenomeneve të tilla të cilat cënojnë. Le të kujtojmë gjithashtu që njerëzit e atyre që jetojnë besimin në mënyrë autentike janë njerëzit më korrekt, janë njerëzit më të ndershëm, janë njerëzit më prodhues. Pra, sepse kisha kërkon dhe nxit vazhdimisht që larg fenomeneve të evazioneve të ndryshme, themi fiskale, larg padrejtësive, për t'i dhënë atë që i takon tjetrit i cili punon realisht, i cili është korrekt në punën e tij, për t'i marrë atë që i takon, dhe nga ana tjetër ndaj të gjithëve atyre që janë në nevojë, realisht përpiqet përmes veprave të saj, jo vetëm të nxjisë që të punojë, por dhe që të ndihmojë përmes bamirësive të ndryshme, duke nxitur ata të tjerët që kanë, që t'i ofrojnë edhe ata të tjerët që nuk kanë, qoftë me mbështetjen shpirtërore, por edhe me mbështetjen materiale. Të gjitha këto vinë në kuadrin e një shërimi të plotë të gjithë komunitetit, të bashkësisë. Prandaj është shumë e rëndësishme për të parë me vëmendje gjithë jetën e kishës, mësimdhënien e saj, por edhe veprimtarinë e saj, praktikisht se si e jeton edhe brenda kësaj fryme. Duhet të kuptojmë edhe një herë që Zoti ynë, ai i cili, siç na thot Apostulli Pavli, kaq i pasur sa që ishte, la pasurinë e tij dhe mori formë e shërbëtori për të na pasuruar ne. Duke pasur parasysh shembullin e Zotit që vjen dhe jepet në këtë këndvështrim, le të përpiqemi edhe ne të japim nga koha jonë, të japim nga ajo çfarë është e mundur, secili ka se çfarë mund të japi, nga shërbimi ynë, të ofrojmë nga dashuria jonë, pra të ofrojmë edhe shpirtërisht, por edhe materialisht. Dhe kështu do të kemi një raport më të drejtë midis njëri tjetrit, një raport më të drejtë për vetë shoqërinë edhe për vetë kombin.